ka një arrogancë këtë shifër. Dhe në fund pikrisht kjo arrogancë më ka shty me folë sot. Shifra 16 euro e 41 cent e kursimeve të kryeministrit nuk është një shifër që ngjall pasigurim për të, që ngjall ndjenjen e solidaritetit që të bën të bashkëndjesh apo që gjeneron keqardhje. 16 euro e 41 cent e kryeministrit është një hile e një njeriu që jeton pa ndonjë kokçare financiare e që shtiret se jeta e tij është e vështirë e po ja del me vështirësi e s'po ankohet. Manipulimi është një karakteristike rrezikshme dhe dëmshme e cili do udhëhec. Dhe 16 euro e 41 cent është moment klasik i manipulimit varfris nga një njeri që nuk jeton varfri, po sillet si i tillë. Kryeministri nuk ka kokçare të varfris, mos u mërzitni. Realitetin që muj me besu është që as pare në kulet s'mon. A e din kush tjetër s'ka pare në kulet? Një familjar që barnat e kancerit po duhet me i ble për shak mungesave të mëdha, ose atyre që u duen 200 euro në ditë për barnat që po i blen me kontraband për shkak se qeveria e kryeministrit nuk i siguron.